Projekti për informimin dhe dhënien e bursave falas në universitetet amerikane i zbatuar në 68 gjimnaze nga veriu në jug të Shqipërisë, i mbikëqyrur nga Ministria e Arsimit, ku janë angazhuar qindra maturant dhe 10 mësues gjatë një viti shkollor për një punë jashtërari të papaguar, në fund rezultoi një gënjeshtër. Fotot e Kleas në fakt ishin të këngëtares amerikane Gracie Abrams. Hermesi u dënuar për falsifikim kompjuterik dhe dokumentesh, ku ka riprodhuar edhe firmën e një punonjëse të ambasadës amerikane. Sidoqoftë, skema e mashtrimit nuk preku nga ana ligjore e Ministrinë e Arsimit dhe u kalua me heshtje publikisht, por përpara prokurores në deponimin e miratimit të projektit, zyrtarët kanë folur. Verifikimet nxjerrin në paparregullsi të shumta. Kërkesa për projekt nuk ishte zyrtare dhe as e protokolluar. Para urdhrit për zbatim me email në datën 18 shtator nga Nina Guga, vetë zëvendës ministria, tregon se fillesat e komunikimit me Klia Ramën ishin përmes SMS-ve nga një numër i huaj, ku i ka shpjeguar idenë e projektit, teksa i ka dërguar një foto të saj krah kryeministrit. I pyetur si person në dieni, drejtori i programeve dhe politikave arsimore në ministri, që u delegua ndjekja e projektit, Shkëlqim Allkaj, deklaron se insistimi për të vlerësuar me prioritet projekti ka qenë edhe nga sekretari i përgjithshëm, Erzen Tola. Madje, është shkëlqimi që e dyshimet e para të lidhjes mes Kleas dhe Hermesit. Në një bisedë informale me drejtoreshën e ZVA Lezhë, më ka thënë se kishte komunikuar me zonjën Klea Rama në WhatsApp dhe i kishte kërkuar mbështetje për të ndërhyrë në Bashkinë Lezhë për projektin e teatrove të Hermes Hoxhallit dhe i kishte dërguar numrin e këtij të fundit. Ti që ai ka patur komunikime me shumë nga eprorët e mi dhe këtë person, më është kërkuar shprehmisht nga sekretari i përgjithshëm që ta zbrisja në zyrë. Kujtoi që në muajin maj ky shtetas ka kërkuar miratimin e projektit, por i është miratuar nga ana jonë vetëm komunikim me shkollat për projektin e teatrove, faza e parë. Çfarë vëren hetimi? Dëshmitë e mbledhura nga zyrtar të Ministrisë së Arsimit, drejtues shkollash si dhe zyra zhvendore arsimore, zbulojnë përpjekjen që Hermesi kishte përmes personazhit surreal, Kleas, të ndërhynte për projektet e tij në lidhje me teatrin. Pra qartazi janë zhvilluar 2 projekte paralelisht nga Hermesi me Ministrinë e Arsimit, një në skemën e Klea Ramës dhe një me emrin e vet, kërkesë dërguar për miratim elektronikisht një javë më vonë, pas emailit për Let's Talk Together About United States, po në shtator të vitit 2023, sepse siç tregon ai, dyert pa Klean ishin thuajse të mbyllura, por kur me Ministrinë e Arsimit, Hermesi arriti vetëm fazën e parë të projektit, konkurs kombëtar teatror rinor, shkruan Top Channel, në pa del një ministri tjetër, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, ku Hermesi është një nga fituesit ndër gati 600 aplikime për projekte në art dhe kulturë. 20 vjeçari ka firmosur kontratë me mbështetje financiare në vlerën 400.000 lekë të reja për organizimin e një festivali me nxënësit më të mirë aktor aso kohe.